Sot do të zhvillohet një organizim shumë interesant në bibliotekën e Kryeministrisë dhe për të mësuar më tepër mbi këtë, kemi sot në studio Elion Kolçakun. Përshëndetje Elion, mirë se erdhe. Përshëndetje, falenderoj shumë për ftesën, kënaqësi mes jush sot. Kënaqësi që erdhe. Ju aktualisht punoni në Kosovë, por sot ndodheni, keni ardhur në Tiranë pikërisht për organizimin e librit, më saktë lektyrave shkollore në ambientet e bibliotekës së Kryeministrisë. Çfarë mund na tregosh më tepër rreth këtij aktiviteti që do të zhvillohet sot? Sot do të organizohet në Qendrën për Dialog dhe Hapje, Qendra Kot, në Kryeministri, faktikisht në bibliotekën e Kryeministrisë, do organizohet promovimi i lekturave shkollore, si quhen në Kosovë, sepse ju e përmendët në fillim që unë vi nga Kosova, vi nga shtëpia botuese Dugagjini, prezantoj shtëpinë botuese Dugagjini, dhe kemi organizimin e promovimit të lekturave shkollore në Tiranë kësaj radhe, për shkak se në Prishtinë ishte organizuar me datë 3 gusht promovimi i lekturave atje. Kurse tani këtu do promovojmë këto lektyra që unë kam pranë vetes, që edhe mund t'i shihni këtu për shembull është... Pra të gjitha këto janë të së njëjtës shtëpi botuese. Po. Përse ke bërë këtë përzgjedhje? Kjo përzgjedhje librave që janë këtu është bërë, domethënë, nga një angazhim i madh i stafit të shtëpisë botuese, redaksisë së shtëpisë botuese, pasi janë konsultuar titujt, që mund të kenë ndikim edhe tek fëmijët për të promovuar leximin dhe librat, dhe ata që do jenë më atraktiv. Edhe për shembull, nga libra që kemi këtu është libri Beatrix Potter, Tregimi i lepurit Peter. Pastaj kemi edhe autorë shqiptarë, siç është këtu Bletëzat nga Drenusha Zajmi Hoxha, që është autore shqiptare. Kur janë botuar këto libra? Këto janë botuar tani së fundmi, domethënë kanë dalë siç e përmenda provimi ishte në gusht, datë 3 gusht, pra në gusht të këtij viti janë botuar këto libra, janë në risia më e fundit të tregut, edhe patjetër kemi edicionin e klasës së parë. Ky me ngjyrë të verdhë është edicioni i klasës së parë, që janë 5 libra, 5 lektyra shkollore, kurse kemi edhe edicionin e klasës së dytë, duke filluar me shkolla e Pyllit e Bedrit Dedjes. Bedrit Dedja është në të dy edicionet, domethënë klasës së parë dhe klasës së dytë, po ashtu kemi autor tjetër shqiptar që është Agim Deva, vjershat e Agim Devës, pastaj kemi Lepurushi prej Pushi nga Margery Williams, Përallat të Postjerit nga Karel Čapek dhe Përallat të Zgjedhura po ashtu nga Hans Christian Andersen. Por kemi edhe vrëfenjat nga vëllezrit Grimm, Përalla popullore mbi kafshët nga Bedri Dedja, po ashtu si dhe Maqoku me çizme dhe përalla të tjera nga Charles Perrault. Kështu që, siç e shihni, kemi një larmi të autorësh dhe veprash që janë të rëndësishme për zhvillimin e shpejhisë të leximit tek fëmijët, që është të rëndësishme, dhe risia e këtyre lektyrave shkollore është se këto ilustrime që ju shihni këtu tek secila nga këto lektyra shkollore, që në Shqipëri quhen zakonisht libra jashtë shkollor, që nuk janë gjitha të detyrueshme, por varet ka dhe nga të tilla që janë të detyrueshme, siç e shihni këto ilustrime që janë këtu dhe shumë të tjera, janë komplet origjinale, janë bërë nga stafi i shtëpisë botuese Dugagjini. Dhe përveç këtyre ilustrimeve që janë origjinale, çfarë unë do doja patjetër ta specifikoja, është edhe fjalorthi që jepet në fund të çdo lektyre, për shkak se fëmijët do të përballen me fjalë të panjohura. Edhe përveç se që kanë fjalorthin në fund, këto fjalët e panjohura janë në skaj të çdo flete ku mund të ketë të tilla. Pra duke e bërë akoma dhe më të thjeshtë leximin nga fëmijët. Ta vënë akoma dhe më të thjeshtë leximin për fëmijët, dhe po ashtu kemi edhe aparaturën didaktike, dhe ju do thoni se çfarë nënkupton aparatura didaktike, nënkupton pyetjet që janë rreth çdo libri. Për shembull, si do ta titullojë ndryshe këtë vjersh, ta zëm, ose pyetje të tjera të ngjashme, të cilat bëhen enkas që të nxisin fëmijëve të menduarit kritik, të imagjinatën, edhe ta kuptojnë edhe më mirë librin, sepse kjo është risia, domethënë, e këtyre lektyrave, që fëmijët kishin këtë problem që nuk kishte pyetje rreth librave, duhej që vetë ta ndërtonin pastaj mënyrën e të kuptuarit të tyre rreth librave që jepen për lexim nga lënda e gjuhës dhe letërsisë, por nuk kishin pyetje që mund t'i orientonin ata se çfarë kërkohet nga një lektyrë, nga një libër shkollor, nga një libër që jepet për lexim nga lënda e gjuhës dhe letërsisë. Dhe këto janë risitë që këto lektyra në tregun shqiptar. Arsyeja sepse po bëhet në kod te Kryeministria është
tamam krijimi një ure lidhëse mes Kosovës dhe Shqipërisë, që këto libra tani të fillojnë qarkullimin edhe në Shqipëri, kanë filluar, mund t'i gjeni vetëm në libraritë kryesore që janë në Tiranë, edhe është një lloj promovimi që të shtyj tregun e librave që botojnë edhe në Kosovë, janë edhe në Shqipëri, ta zënë një lloj bashkimi kombëtar, mirë po kësaj radhe përmes librave. Kur do të zhvillohet organizimi i sotëm për pjesën e orarit dhe cilët mund të marrin pjesë në këtë organizim, aktivitet? Do të mbahet sot nga ora 15, mirë po fatkeqësisht me që jemi në një situatë të tillë ku përballemi me masa kufizuese, atëherë ftesat janë të gjitha të konfirmuara, janë dërguar nga Kryeministria edhe nuk kemi mundësi që të ftojmë më shumë njerëz për shkak të rregullave strikte që ka Kryeministria, edhe patjetër rregullat që vlejnë për gjithë vendin, duke qenë se jemi në një situatë të vështirë epidemiologjike dhe nuk kemi mundësinë që të mbledhim shumë njerëz, sepse çdo promovim libri është një lloj feste për librin. Për kësaj radhe, në këtë situatë që ndodhemi aktualisht, është shumë e vështirë të bëjmë organizime të mëdha me shumë njerëz, mirë po gjithsesi ne do ja afrojmë sa më shumë lexuesin këto lektyra shkollore, këto libra, sepse janë shumë të rëndësishme për ne që t'i promovojmë edhe këtu, madje menjëherë pas përfundimit të promovimit, ku prezent do jenë Denata Toqe, psikologja e njohur, pastaj Edlira Dedja që është vajza e Bedri Dedjes, që kemi 2 libra të saj, të Bedri Dedjes, dhe po ashtu kemi edhe të ftuar në panel Elsa Skënderi Rakiplari, pedagoge letërsisë dhe zëvendës dekane tek Fakulteti Histori Filologjisë. Mirë po menjëherë pasi të mbaroj promovimi, do kemi një takim me 15 nxënës në oborin e Kryeministrisë, bashkë me një mësuese, ku do flasim për rëndësinë e këtyre librave. Dhe mbasi do e bëjmë një cikël të tillë në vazhdimsi së bashku me Kryeministrinë, që t'i promovojmë këto libra tek mësuesit, tek nxënësit, që të nxisim të promovimin e leximit të librave, që është kauza më e rëndësishme për ne si shtëpi botuese, nxitja e promovimit të librave të leximit. Gjithashtu përveç librave për fëmijë do të promovohen dhe libra të tjerë. Një ndër to do jetë edhe Truri, fëmijës si tërësi e integruar. Çfarë mund na thoni pak më tepër mbi këtë libër? Po, këtu kemi një libër tjetër që kemi botuar dje, domethënë ka dalë nga shtypi dje, dhe është Truri, fëmijës si tërësi e integruar, është përkthyer nga Dalila Nika. Ky libër ka 12 strategji revolucionare për ta edukuar mendjen e fëmijës, është një bestseller New York Timesit, edhe Kujt i drejtohet ky libër? Kush është target audienca? Po, domethënë targeti kryesor patjetër që janë prindrit, kujdestarët, edukatorët që merren me rritjen e fëmijëve, me zhvillimin e fëmijëve, sepse ka të bëjë pikërisht me zgjidhjet e thjeshta, të zgjuara dhe frydhënëse për problemet me të cilat përballen fëmijët. Është shkruar nga Daniel Siegel dhe Tina Payne Bryson, një libër do thoja vërtet i jashtëzakonshëm për shkak se përmban elemente të kyçe që ndikojnë në zhvillimin e fëmijës, në zhvillimin e trurit të fëmijës, mirë po duke e marrë tani si një lloj tërësie të integruar, duke e shikuar nga një kënd vështrim tjetër. Edhe një nga risitë e këtij libri është që vjen për herë të parë në treg dhe ka element kyç që nxisin pikërisht këtë pjesë, që diskutojmë pikërisht për këtë pjesë dhe u kontribon shumë edhe psikologëve, u kontribon jo vetëm prindërve dhe kujdestarëve që merren me fëmijët, po u kontribon edhe psikologëve për shkak se këtu kemi ky libër është shkruar nga një doktor shkencë që vjen direkt nga kjo fushë dhe po ashtu nga një ekspert e prindërimit nga të dy fushat dhe ka të bëj pikërisht me këtë rëndësi të madhe që ka zhvillimi i trurit të fëmijës, mirë po kësaj radhe si tërësi e integruar, edhe flet edhe vetë shitja e këtij libri në gjuhën angleze, më shumë se 1 milion kopja të shitura. Dhe mund të shihni edhe nga pas vlerësimet që kanë dhënë njerëzit që kanë lexuar këtë libër, si Daniel Goleman, autori i librit Inteligjenca Emocionale, që është një libër shumë i famshëm, ku thotë që këta 2 autorë kanë krijuar me mjeshtri një udhërfyes mjekësor për lexuesin, për të ndihmuar fëmijët në rritjen e inteligjencës emocionale të tyre, që është po ashtu shumë e rëndësishme, pra një metodë shkëlqyeshme që i kthen ndërveprimet e përditshme në çaste të vyeshme të formësimit të trurit. Pra kushdo që kujdeset për fëmijët apo që do fëmijën, rekomandohet që duhet ta lexojë këtë libër. Prandaj është tetë rëndësishëm dhe shumë shpejt do kemi edhe një promovim për këtë libër edhe në Tiranë, direkt për trurin e fëmijës si tërësi integruar.
Gjithashtu një libër tjetër është Vepra e saj, ku është shkruar për 100 gratë pionere në Kosovë. Po. Kur është botuar ky libër, çfarë mesazhi ka? Ky libër është botuar në prill të këtij viti. Është shkruar nga, domethënë është ideuar dhe krijuar nga artistja Alketa Gjafa Mripa, edhe po ashtu mund të shihni edhe këtu ilustrimet e veçanta, pastaj domethënë ky është formati se si duket. Këtu kemi një rast, Fatmire Gjafa Ukella, mësuese edukatës fizike, domethënë kemi të bëjmë me mësueset, infermieret, edukatorët, ekonomistet, doktoreshat, gratë e para pionere në profesione. Kemi të bëjmë me gratë e para pionere në profesione dhe siç e shihni, jemi mësuar të shohim vepra e tij, kurse kësaj radhe kemi të bëjmë me vepra e saj. Flasim për gratë pionere në profesione në Kosovë, një libër jashtëzakonshëm që flet për gratë që thyen barierat e kohës, që filluan profesionet kyçe në vend, në Kosovë në këtë rast. Për shembull Liri e Pepa, fotografja e parë, shumë profesione të tjera ku vjen si një lloj biografie e shkurtër, si një lloj good night story, që mund të tani prindrit, për shembull, kanë mundësi të lexojnë fëmijëve të tyre para se të flenë ose gjatë ditës për gratë e para kontribuese në profesione në Kosovë. Dhe prandaj ky libër ka një rëndësi të jashtëzakonshme për të parë se kush ishin këto gratë që thyen këto barriera dhe që hapën rrugën, trasuan rrugën që të kemi sot profesioniste të vërteta në gjitha lumit, nga gjitha profesionet. Gjithashtu edhe një libër tjetër do të jetë Inteligjenca Artificiale, libri që keni promovuar në muajin korrik apo jo, tek Reja. Nga prestigjozja Wired, u zgjodh të botohej 3 muaj pas originalit. Si ka ecur libri deri tani? Deri tani libri ka ecur shumë mirë, ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm, sepse ne kur promovuam librin, ne promovuam edhe në Prishtinë dhe në Tiranë, ishte domethënë në datë 20 korrik ishte në Tiranë, kurse në datë 19 korrik ishte në Prishtinë, e bëm brenda një dite, edhe kishim dhe autorin origjinal që është Matt Burgess, që ka shkruar librin Inteligjenca Artificiale, është redaktor digjital në Wired UK, prestigjioz në Wired UK, edhe ky libër është po ashtu të jetë rëndësishëm, është libër momenti, që është shkruar në mars të këtij viti dhe u soll në Shqip në më pak se 4 muaj pas publikimit origjinal, të librit në origjinal. Çfarë tematike ka? Çfarë mesazhi përcjell? Ky libër ka një rëndësi shumë të veçantë për shkak se fillon me flet për historinë e inteligjencës artificiale, se si nisi, se si mori hof të pandajshëm, për problematikat pastaj, për të shkuar deri tek instrumentalizmi i inteligjencës artificiale dhe përgjegjësia që duhet mbajë inteligjenca artificiale, për të shkuar edhe deri tek e ardhmja e inteligjencës artificiale. Kjo ka të bëjë pak a shumë me përmbajtjen e këtij libri që flet pak a shumë se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale. Për shembull, nga thënjet që ne kemi specifikuar kur u bë dhe fushata për këtë librin, ishte se shumë shpejt për një dekatë mund të prodhohet një film hollywoodian nga laptopi, që mund duket gati e pamundur në këtë moment, por për një dekatë do jetë e mundur dhe do e besojmë kur ta shohim të jetësuar, të realizuar nga laptopi një film të tillë. Ose edhe shumë raste të tjera ku përmenden se çfarë mund të bëjë edhe jo vetëm në raste dobie, por edhe dëme të tilla ku një shtet si India apo Kina mund të përcjell njerëzit dhe t'i përndjek ata gjatë gjithë kohës përmes kamerave, përmes dronëve, se çfarë veprime bëjnë njerëzit, dhe sa e frikshëm mund të jetë edhe inteligjenca artificiale, dhe vjen e sjell në një mënyrë të jashtëzakonshme nga Matt Burgess për gjitha zhvillimet e inteligjencës artificiale dhe çfarë mund të prodhojë inteligjenca artificiale, duke përmendur po ashtu dhe luftën e ashpër mes Kinës dhe SBA-s, se kush do të jetë në fakt lideri kyç i inteligjencës artificiale, që është një luftë e madhe se kush do marrë udhëheqjen në inteligjencën artificiale. Edhe një pyetje, cilat janë planet e ardhshme të shtëpisë botuese Dukagjini dhe botimeve lek? Në fakt kemi shumë plane. Jemi duke botuar disa libra të rinj që po i lëmë dhe panajiri në Tiranë, ne do jemi prezent në Tiranë, po e zbuloj këtë surprizë, që në datë 17 do të mund të na gjeni në panajirin që do zhvillohet në Tiranë, ku do sjellim risitë të vërteta, do sjellim ca libra që përveç këtyre që kemi këtu dhe që po këto janë risi për tregun shqiptar, do sjellim edhe libra të tjerë që vinë ekskluzivisht nga shtëpia botuese Dukagjini dhe nga botimet lek, që do jenë për herë të parë në panajirin e Tiranës. Kështu që ju them që na ndiqni edhe në rrjetet sociale,
edhe nga aktivitetet tona, sepse do kemi vërtet surpriza të mëdha në këtë panajir. Elier, unë s'po të vonoj më tepër, sepse keni dhe aktivitetin më pas. Të falenderoj që ishe sot me ne dhe ju uroj sukseset më teshme. Ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi vërtet që të flisja këtu në Dritare dhe ku gjithmonë flitet për libra, që është kënaqësia më e madhe të vi këtu dhe të flas po prapë për libra. Faleminderit.